Fermerët e Çermës së Sipërme dolën në protest duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për krizën që po kalon sektori shalqirit. Ata shprehen se çmimi i ulët i shitjes, kostot e larta të prodhimit dhe mungesa e tregut po i çojnë drejt falimentimit. Sipas tyre, edhe pse Çerma është një zonë me prodhim të madh shalqiri, pikat e grumbullimit favorizojnë divjakën, ndërsa prodhimi i tyre mbetet pa treg. Fermerët tregojnë se kanë vite që kultivojnë shalqirin, por këtë sezon situata është ndër më të vështirat. Ata thonë se këtë vit shalqiri po shitet me 80-90 lekë të vjetra për kilogram, ndërsa për të dalë me fitim, çmimi duhet të jetë të paktën 150 lekë. Sipas tyre, për kultivimin e një dynjimi me shalqi nevojiten nga 600 deri në 800.000 lekë të vjetra investim, ndërsa për sipërfaqe më të mëdha shpenzimet arrin në miliona lekë. Ne jemi në prag falimentimi. Sepse ato lartë kujtojnë sa vetëm divjaka, pa harrojnë që edhe fshatrat, ekzistojnë fshatra tjerë. Bëjnë një filmim divjaka, shalqini serës me 600 lekë, ne na harrojnë që ja bashkësim sot me 80 lekë. Kjo për unë naftën e kam marrë me 2200 lekë, ku është provuar shalqi. Nuk e kam marrë sa sot 1800 lekë. E merrni për bazë? Se merr. Kot muaj i bën kërkesë për të marrën lekët e 100.000 lekë në hektarit. Unë 3 hektar tokë kam. 3 hektar bëjnë 300.000 lekë. 450.000 do siguracione. Unë du të fusë në gjepit, siguroha me herë, pastaj të marrë ato 300.000 lekë i hodej. Gjithë ky fshat me 20 fermer, po turpë. Që e 20 fermerët? 500, pa ta quj 500 dylym shalqi. Që e 500 dylym shalqi? Turpi zotit ka merë 2-13 milion lekë. Unë se kam bo bismillah fare. Turpi zotit. 1 milion lekë dylymi shalqi mulur në plasmas, 650 lekë kubiku. 2200 lekë nafta. Edhe sot e vojnë unë, që vendje? Turpi zotit, shit grundi se 7.000 lekë, shit misër ti 25.000 lekë, shit el ti 25.000 lekë, qumë shi 450 lekë. Edhe do ike Allah, që të bëjmë? Mëllim se vetëm mjetët kam bletë 32 milion lekë mjetët me gjak, ti kyç aty dhe do ike jashtë shtetit. E s'kam qita si kokër dhe emsat, për kalbët dhe denar. Qa bëjnë dhe këshu, pëse s'bit makinët, ose të bëjmë pi grumullimi këto që të bimë të orën të bimë makinët të mushën tiki. Për mi qatë gjëhën divjakë. Se që muha divjaka vetëm divjaka të thajnë atjetë të vdesim. Shteti, fermerin shqiptar nuk animon fare. Tani është koha grurit, grur me 27.000 lekë kuntali, është turp. Vem kë shalqini, vem kë plena, subvencionë stjapim, e na e pak rini që ka ngell këtu 10% nga e po ikën fare. E këmi gju kryeministrin e shumë mirë kote turizmi, po pari një s'ka Shqipëri, pa bujqësi, pa blegdori, nuk ka Shqipëri. To janë ato. Ai ngajat mua, ai kryeministri e djeko turizmi. Turizmi, ora unë jem fermer, kam 4 hektar grur. Shalqini on për tokë, e ka me plasmos që, ka del mbi kosto. Shalqini me plasmos të 80 lek litri, që kilogrami, është turp. Edhe unë kam mjellë si to këtu, si janë gjithë to këtu, me hektare. Unë du të rumë, tani kam martu, kam 10 ditë, do marë familjen dhe ike jashtë steteni. Nuk ja del. Nëse situata nuk ndryshon, shumë prej fermerëve do të detyrohen të braktisin tokat, pasi siç u shprehën në protest, bujqësia ka marrë fund.